Një 26 vjeçar ka humbur jetën pasi dyshohet se u godit nga rufeja në një zonë malore të Suarekës. Ngjarja ka ndodhur pas ditën e së mërkurës në afërsi të vendit të njohur si Guri i Dellocit, në zonën malore ndërmjet bjeshkove të Bukoshit dhe Dellocit. Lajmin për rastin e ka konfirmuar për sinjalin zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit, Toger Shaqir Bytyqi. Me njerë pas marrjes së informacionit, në vendin e ngjarjes janë nisur patrullat policore dhe hetuesit. Për shkak se incidenti ka ndodhur në një zonë të thellë malore, qasja deri te viktima ka qenë e vështirë. Në vend ngjarje, ekipi mjekësor i emergjencës së Suarekës ka konstatuar vdekjen e viktimës FB, mashkull rreth 26 vjeç. Për rastin është njoftuar edhe prokurori kujdestar, ndërsa hetuesit e sektorit rajonal të hetimeve në koordinim me prokurorin e shtetit janë duke zhvilluar hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje tragjike.